Në këtë video po trajtojmë përgjigjet e pyetjeve 16 dhe 17, të dhëna në provimin e lirimit të matematikës zhvilluar në qershor të vitit 2015. Pyetja 16. Diametri AB i një gjysmërrethi është 10 cm. Në gjysmërreth merret pika P me largësi 4 cm nga diametri. Pra, në figurën tonë po ndërtojmë segmentin PM, i cili përfaqëson largësinë e pikës P nga diametri AB dhe kjo largësi është 4 cm. Kërkohet të gjendet gjatësia e kordës AP. Në qoftë se do të bashkonim pikën P me pikën B, do të krijonim këndin APB, i cili është një kënd rrethor që mbështetet në diametrin e gjysmërrethit dhe si i tillë masa e tij do të ishte 90 gradë. Pra, trekëndshi APB do të ishte një trekëndësh këndrejt. Një trekëndësh tek i cili kemi dhe lartësinë PM. Në këto kushte është mundur zbatimi i teoremës së Euklidit. Por le të japim një përcaktim të MB-s dhe të AM-s për zbatimin e kësaj teoreme. Po e shënojmë MB-n me x dhe duke patur parasysh që gjithë gjatësia e AB-s është 10, mbetet që për AM-n të shënojmë 10 minus x. Atëherë le t'i rikthehemi edhe një herë asaj çfarë thamë më parë, pra zbatimin e teoremës së Euklidit, dhe për rastin ton do të kishim barazimin PM në katror baras me AM shumëzim MB, duke zëvendësuar këto çfarë kemi paraqitur për këtë segment. Do të shkruanim 4 në katror baras me 10 minus x, që shumëzohet gjithë klapa nga x. Kryejmë disa shndërime dhe arrim tek ky ekuacion i gradës së dytë, zgjidhja e cilit gjendet nga përcaktimi i koeficientëve A, B dhe C, si dhe nga përcaktimi i vlerës së dallorit. Atëherë, pasi përcaktojmë koeficientët nëpërmjet formulës së dallorit, duke bërë zëvendësimet, përcaktojmë vlerën e dallorit, që për rastin ton do të ishte 36. Atëherë mund të gjejmë rrënjët e këtij ekuacioni nëpërmjet kësaj formule, të cilat nga veprimet do të përcaktoheshin si x1 8 dhe x2 baras me 2. Pra, kemi dy rrënjë për ekuacionin ton, që do të thotë kemi dy mundësi për gjatësinë e segmentit MB. Dhe nga ana gjeometrike, këto dy mundësi për gjatësinë e segmentit MB shpjegohen me pozicionin e pikës P. Nëse pikën P do ta merrnim në anën e majtë të këtij gjysmërethi, gjithmonë duke plotësuar kushtin që PM-ja të jetë 4, atëherë siç shihet nga figura kemi një gjatësi tjetër të MB-s. Dhe për këtë gjatësi të MB-s kuptohet do të merrnim dhe një tjetër gjatësi të kordës AP. Pra, për problemin ton duhet t'i shqyrtojmë të dyja rastet, sepse për secilin prej tyre marrim një gjatësi të re për kordën AP. Kështu për rastin kur gjatësia MB lidhet me vlerën e x-it 2, do të arrinim të përcaktonim që AM-ja do të ishte 10 minus 2, 8 cm. Atëherë, duke shfrytëzuar teoremën e Pitagorës për trekëndshin AMP, përcaktojmë AP në katror të barabartë me AM në katror plus PM në katror, që nga zëvendësimet do të merrnim këtë barazim dhe duke kryer veprimet do të përcaktonim AP-n të barabartë me 4 rrënje 5-s. Pra, për gjatësinë e MB-s 2 cm, kemi gjatësinë e kordës 4 rrënje 5-s. Le të vazhdojmë tani me rastin kur x-i është 8, pra gjatësia e MB-s 8 cm. Në këtë rast, AM-ja do të jetë 10 minus 8, 2 cm, dhe AP-ja do të përcaktohet nga zëvendësimi i AM-s me 2. Me kryerjen e veprimeve, gjejmë AP të barabartë me 2 rrënje 5-s. Pra, përfundimisht, kemi dy vlerësime për gjatësinë e kordës AP të krijuar sipas
kushteve të ushtrimit ton. Vazhdojmë me pyetjen 17. Bazat e trapezit dhe lartësia e tij rrin përkatësisht si treshi me 4 me 2. Pra, duke shfrytëzuar këtë përpjesëtim, ne mund t'i shkruajmë duke përdorur dhe x-in, konkretisht bazën e madhe 4x, bazën e vogël 3x dhe lartësinë 2x. Gjithashtu na thuhet se vija e mesme e trapezit është 21 cm. Po e shënojmë vijën e mesme me segmentin të paraqitur me ngjyrën jeshile. Kërkesa A, gjeni bazat dhe lartësinë e trapezit. Shfrytëzojmë për kufizimin e vijës mesme të trapezit, si dhe llogaritjen e gjatësisë kësaj vije nëpërmjet formulës që për rastin ton do të shprehet si MN baras me AB bazë e madhe plus DC bazë e vogël pjesëtuar për 2. Pasi bëjmë zvendësimet, marrim këtë barazim, nga ku mund të përcaktojmë x-in, vlera e cilit do të ishte 6. Atëherë, nga ky përcaktim i x-it, ne mund të gjejmë ato çfarë na kërkohet, pra bazat dhe lartësinë e trapezit. Kështu, AB-ja, që u paraqit si 4x, do të ishte 4 × 6, 24 cm. Për DC-n, do të shkruanim 3 × 6, që na jep 18 cm. Dhe për lartësinë DK, kemi 2 × 6, 12 cm. Pra, çfarë zbuluam lidhet me përgjigjen e kërkesës A. Mëtej, vazhdojmë me kërkesën B, pra njëksimin e syprinës së trapezit. Dhe në këtë rast kemi këtë formulë, pra shuma e dy bazave, e shumëzuar me gjatësinë e lartësisë dhe e pjesëtuar për 2 na jep sipërfaqen ose syprinën e trapezit. Bëjmë zvendësimet pasi njohim gjatësinë e bazave dhe atë të lartësisë, dhe nga kryerja e veprimeve përcaktojmë sipërfaqen që do të dalë 252 cm2.